çmimi tavan apo marzha mbi fitimin në çmimin e naftës është bazuar në çmimin e një ditë përpara të sasive të derivateve të importuara. Dhe përderisa ka ngritje të çmimit në derivatet të importuara, lëviz edhe çmimi brenda tregut të brendshëm. Do të thotë, një blerës me shumicë, gjithsesi një importues me shumicë, mund ta ngrisë çmimin mbi çmimin e importuar vetëm 2 cent për litër. Prandaj, nëse në një ditë të caktuar, siç ka qenë 2 ditë më parë, çmimi për litër të derivateve, në këtë rast të themi të naftës, është importuar me €1.50, me shumicë ai mund të shitet më së shumti €1.52. Përderisa me pakicë shtohet edhe 12 cent mbi çmimin bazë, që do të shkojnë në €1.64. Reagimi im ditë më parë ka qenë i bazuar mbi çmimin e cili ishte një natë më parë, që është edhe i publikuar në postim. Do të thotë, njoftimi për kufirin maksimal të çmimit të naftës apo të benzinës në këtë rast, në përgjithësi çmimit të derivateve, për arsye se hyn edhe gazi këtu, do të jetë në 2 cent në shumicë, 12 cent në pakicë mbi çmimin me shumicë. Prandaj lëvizjet që po ndodhin janë reflektimi drejt për drejt të rritjes së çmimit në tregun e jashtëm. Ne si vend importues, që nuk kemi rafineri, po ndikon shumë më shumë se sa vendet, për shembull vendet fqinje, Greqia, Maqedonia e Veriut, që kanë rafineri të naftës, megjithatë prapë të gjithë është duke u reflektuar rritja e çmimit e në Kosovë, po e ka ndikimin e drejt për drejt. Sa ditë ka Kosova rezervat e naftës? Po mendoj kjo si informacion është informacion i cili mbetet për institucionet, por situata është stabile me rezervat, mund të them. Në raport me rezervat e importuesve, gjithsesi kompanive që merren me tregtimin e derivateve, jemi duke përcjell edhe rezervat, nuk ka lëvizje, nuk ka rënje në rezervat e tyre, do të thotë ende është situata e menaxhueshme dhe larg situatës së panikut. Ka pasur vende si Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë lëshuar një pjesë të rezervës shtetërore, ne nuk kemi ardhur në atë pikë, industria dhe ekonomia jo nuk janë të atij niveli që është rreziku në masë të madhe, megjithatë më duhet të them se është e pashmangshme ndikimi më të tjeshëm i asaj se çfarë po ndodh në lindjen e mesme me reflektimin në çmimin e derivateve. Ne do e bëjmë maksimumin edhe jemi duke bërë të përcjellim që nuk ka themi fluktim jashtë normales, gjithsesi masa e vendosur ka të bëjë me mbajtjen nën kontroll, por kontrolli brenda kësaj hapësire e cila po tregohet se po, do të thënë lëviz çmimi, por jo mbi të paimagjinueshme ose në masë ku mund të ketë ndikim tepër serioz për të keq. Po e them që sipas gjitha informacioneve mund të shkojë edhe në një periudhë kohore deri në një stabilitet. Këtu ne nuk jemi akter, ne jemi konsumues të rrethanave që po ndodhin atje, po shpresojmë që sa më parë të ketë një stabilitet. Parashihet në muajt në vijim, në veçanti në periudhën e verës, që do të ketë një stabilitet të çmimit. Mirë, po sa kompani janë xhobitur për mos respektim të masës, ndonë se ka pas kompani pra pikërisht atë që nuk e kanë respektuar të njëjtën. Po, ka pasur 2 kompani që kanë shkelur vendimin ton dhe inspektoriati më ka informuar për të 2 kompanit, të cilat kanë masën e parë xhobën, masën e dytë tërheqjen e licencës. Nuk ka ardhur tek masa e dytë. Do të thotë janë ndalur tek dënimi, gjithsesi reagimi i parë i inspektoriatit të tregut. Ju falenderoj.